Mirë se erdhen Prandaj mos më lini vet, folni çka ju pje në mend. Mund të flasim për çka do, vetëm për atë jo. Ai është em që ende dhe mos më lini vet. Pasha non, Bravo. për shqyr që s'kena asisane me prevenat se direkt i këtë bravo. Fajndik. Ua, molli e për Mirand, ku i e për Mirand? Qysh E Mirand? madhe me të mdhenjë. Qysh për Mirand që 9 vjet kuku deni me kamun mas 9 pari? vjet? Emisioni full ship show. Po, Full ship show. a mendova që... Jo, ti 19, ti në skeni e moti, po problemi është une si emision pra ne i gabimin. Jo të lutem. Po se kom di që këtu, se ta kisha di Jo, që nuk e këtu. faj. Se Nuk e faj, se unë jam shumë aktive poshtë, Po pra. edhe krejt njerëzit mendojnë që... Se në fakt unë gjysëm jetoj andej, gjysëm këndej, sepse çdo fundjavë ndoshta më gjen në Prishtinë, në Shkup, Tiranë. Kjo mu ka përzimu, edhe realisht Krejt ju përzihet. kjo. emisioni jonë bazën e ka diasporën realisht. Po tu i pas tashi, ç'është tha e Prishtina Tiket, apo? Po. Ka shpejt, pam. O Për 2 orë, për 2 orë. Ti je gjigande. Për 2 orë i andej. O ti je gjigande. Ti di në reklamën më apo për Bravo. sponsorit të. Profi. Si e? Vish edhe ata aeroplani të ta bëjnë. Aeroplanin do ta sillim të aeroplanin e Prishtina Tiket patjetër. Si ke qenë? Mirë shumë. Me punë mirë? Mirë shumë. Familja mirë? Mirë. Shqyr zotit. Kjo shku viral mi shprehje që e them në festën tonë Miranda. Po, E patëm sezonin e hapjes edhe pasi e morëm me vesh fajin ton, me fajin ton. me fajin Edhe të marrashit. me fajin ndoshta jo, nuk është Me fjali ama të faji mirë, jon këta. faji jon ka shku pozitiv, se kur shkosh Po, viral pa diskutim. është gjë e bukur. Edhe Njerëzit bie bëjnë që une skandale me shku viral. Kur them diçka rrim brapa asaj, kështu që Okej, tani do ta diskutojmë këtë pjesën që i rrim brapa. Njerëzit bëjnë skandale Miranda me shku viral. e di. Çka Të s'bojnë? qëllimshme. Çka s'mrekullojnë, E di. çka s'shpifin, çka s'bojnë, jo mur peng, jo ashtu, jo deputeti, ministri ja ka ofru unionit 100.000 euro me fjet me ta, jo unionës 200.000 me flet me ta, jo rrena sa ime, pra mos besoni në media, çfarë do që shikoni nëpër tituj, portale, revista, bla bla bla, jon krejt të inskenume për të shku viral. Ne, gjigant, nuk ka nevojë me inskenu kursan. Ne veç folim, shlirë, organik, kështu që jena edhe del virali natyrshëm dhe shpërndahet në miliona shqiptarë. Miranda se pyeta pse kohët e fundit nuk ke qenë më aktive, realisht pas ka qenë aktive, po me këngë të reja, me këtë hitin, si është kjo, prandaj mos me lini vetë, pra këtu e kam pas atë pyetjen time unë E qëllimin. fundit ishte me shkurtë fezën dueti që e kisha për pavarësinë e Kosovës. Jemi Shqipet kuqezi. Ja vaj, është fantazi Pa. këngë, pasha zë. Rrehum Miranda, rrehum. A ke marrë thupër me veti? Jo. S'ke marrë thupër me veti. Jo. Tash i këto kohët e fundit janë bo shumë këngëtar Miranda? Shumë janë bë, po. Ha, janë përzis Janë ata. përzi. Po mujna me dallu, a? Jo. Që shke ajo fjali? Po tha janë bo shumë këngëtar, tha që Shumë e përlum, thash. shumë e përlum, po E edhe dikur tani. kemi qenë pak po të sakt. Atëherë, dikur pak të saktë sot shumë e përlum. Por edhe diçka po them. Te komentet, Po. e kam thonë vazhdimisht dhe vazhdoj ta them. Një njeri i shëndosh, i pjekur, i disiplinuar, i kulturuar, nuk merr kohë kurr për me hy me e shoh Mirandën apo Altinin. E vërtet është. A është e vërtet? E vërtet. Një njeri i pa pjekur, i pa disiplinuar, i pa kulturuar, ai është me mlef, me inat, me xhelozi, merr kohë, Po. edhe i shkruan Altinit apo Mirandës apo Marashit. Që to interneti i ka. Pra, neve këto nuk na bojnë përshtypje dhe nuk na luajnë pesh. Edhe tash ideja është, prej me këto janë shumë e përlumsh tash. Shumë, po, janë pas shumë këngëtar në kuptimin që në kohën kur unë kam dalë si këngëtare, ka pas disa kritere derisa e ngjit në skenë. Edhe në kohën time janë gjitë në skenë këngëtar ose aktor, me që dhe ti je i lidhur me skenë Altin. E para që t'jemi sa më dinjitos para publikut dhe nëpërmjet aktrimit ti edhe unë e këngës, t'japim një mesazh. Dhe sot unë i shoh disa sidomos për këngëtare, e para është që paraqitja e tyne do me thanë duke u nis prej veshjes, nuk është për dal para publiku, sidomos publiku kur janë njerëz familjar.
e kam Veshja e tepruar. Jo, e manguar. Zhveshja e tepruar. Apo veshje e munguar apo veshje e tepruar. Pengon shumë, tash gjithmonë ka përjashtime. Unë sigurisht ka plot këngëtar të ri që kanë nisë dhe i kam mbështet dhe vazhdoj t'i mbështet. Çdo kush që më ka shkruajt për t'i ndihmuar, i kam ndihmuar. Dhe vazhdoj t'ju ndihmoj dhe jam shumë e lumtur që dalin këngëtar të mirë. Po disa që vërtet se kanë vendin aty, normal që jam kundër atynve, sepse përzihet. Po, në fakt edhe ne artistë përgjithësi jemi ata që edukojmë masën. Për atë kur ngjitemi në skenë dhe dalim duhet përveç mesazhit edhe edukojmë se dua që nesër talent të ri jo si unë, po si këngëtar të kategorisë time ose aktor të kategorisë tande, do me thonë, kështu unë e shoh rinin në të ardhmen, ose fëmijët ata që po vinë. Absolutisht, pa. Ata që vjen po të kualifikuar. Të kenë shembuj të mirë, siç i kam pas unë. A beson që është një zhvillim i keq në stratën shqiptare momentalisht? Po, unë mendoj që mediat në përgjithësi po japin hapësinë dikujt që vërtet nuk e meritojnë me qenë aty. Nëse ti materialisht qëndron mirë dhe të shkujtu me bë një këngë dhe me bë karrierë, është tjetër me dash dhe tjetër të dish të këndosh, apo ose të aktrosh, ose i shohun plot prind i shtyn fëmijët o në sport o në muzikë kohën e fundit, o futbollist, o këngëtar, o instrumentist. Me zor. Po. Gjithmonë se po keq kuptohem se po mendojnë që jam kundër këngëtarëve që po vinë, përkundrazi ne një ditë si me zgjidh këtë problem tani? Në qoftë se prindri i thotë e fut fëmijën në instrument apo në këngë apo në futboll. Si duhet me gjetë prindi? Nëse nuk ka talent, më mirë është ta orienton dikon ku ka dëshirë dhe talent, se të hub kohë në diçka që nuk është për Amo muzikën realisht kanë prish tash si ka orientu prindi, këto që kanë pas vetë besim edhe i kanë dhënë më rëndësi klipit se sa këngës. Pastaj edhe një gjë tjetër është që se përmena është ajo banalitetet në tekste, sidomos të kësaj rrymës të re, të rinj që po e dëgjojnë, R&B, rap. Diçka interesant ishte një ditë deti djalim 12 vjeçar. Unë zakonisht nuk i lej me ndëgju këto këngët me tekste banale dhe kush e di ku e ka dëgju edhe më tha nana për një filan këngëtarin, tha nana, e kam një pyetje, tha filan këngëtari, tha a ka nana dhe bab? Thash, po më duket thash me një story e kam pa që ja ka uru ditëlindje nanës vet. Tha po si e lën ajo nana e vet, tha me shajt. Tha publikisht tha në këngë. Thash si di. Bravo. Djali mençur. Jo, tamam djali mençur, ama realisht tekstet janë të paktën te ne shqiptarët janë tepruara, po formati i tillë i rapit është i urrëtie. Çish ka mujt me ndryshu kaq shpejt, se më kujtohet, domethënë para 10-20 vite vlerat ndryshe janë këngë të shqiptarët. Sot me pasë çfarë muzike del. Po, përpara kur kemi dash të futem, se normal që kemi pas vetëm studiot në për radio-televizionet, në radio që kanë qenë profesionale dhe private nuk vonë kanë dalë. Dhe derisa ti ke mbri për ty në atë studio, është dash me kalu në përmjet një komisioni që ka qenë një udhëheqës artistik, udhëheqës i orkestrës. Pastaj unë që vi prej Shkupit është dash tekstin ta dorëzojmë sepse televizionin e ka udhëheq Maqedona si gjithmonë dhe është dash bile dhe tekstin ta përkthejmë gjuhën maqedone që të dihet qa po futet në shiritat e radios edhe incizimit. Ka pas disa kritere shumë atë mira dhe unë mendoj që ka qenë shumë ma mirë se sot që kujt i kujtohet del në skenë dhe për brenda natës bëhet edhe viral edhe normal që pastaj neve këngëtarëve të mirë s'po mund dhe njerëzit me na i zanë hapin që vazhdojmë. Me i dalu tani. E shumë e vërtet. Disa sot po japin më shumë, pra e ke pa disa që realisht e kanë prish tregun. Mos flas vetëm në fushën e muzikës, në gjitha llojet e fushave është prishu tregu.
edhe të gazetarisë, edhe të moderimit, edhe në gjitha aspektet të prish. Mirë po, nuk thot sonde e publikojmë këngën, po sonde publikojmë klipin. Pra jep më shumë rëndësi klipit, se qa ka me tregu aty, se sa këngës që ka me këndu aty. Edhe është ma letë me bu këngë sot me autotune, me teknologji që kanë Po, darë. tashi po, kjo e fundit ma është... Mirand, kjo fusha repit e ka një lloj mënyre të komunikimit me njëri tjetrin, pra di seratën edhe shohen me njëri tjetrin edhe është formati i tillë i repit. Pra domethënë është rep. Edhe fatkeqësia që rinia po i ndëgjon ata dhe pastaj themi si sot e kemi një rini do me thanë kaq agresive. Normal që janë agresive sepse diskotekat sonte në diskotekat, besa dhe Zvicër, tekstet, Kosovë, Shqipëri. edhe tekstet se në ato tekste përdoren të gjitha dukurit e këqia që janë për shoqërinë tonë. Mirë, po diskotekat mbushën plot ama. Po, Ha? po Tani fatkeqësisht. fatkeqësisht i ku është faji këtu? Unë mendoj që rrjetet sociale e kanë ba gjithashtu këto përveç mediave që i ftojnë edhe në emisione, pastaj edhe i bajnë gjiganta. Edhe kjo është, do me thënë, po informohen, po keq informohen. A duhet prindrit me vepru në këtë rast apo duhet rinia me u stopu pak? Apo këngëtarët me zgjidh tekstet? Besoj Po edhe të kisha ditun me zgjidh këtë problem, me Ja pas edhe kisha atë dhënë shkopin thjeshtë. magjik, e kisha ndru. po, edhe mediat e kanë një përgjësi. Mediat këtë. po, edhe unë mendoj që mediat. Po dhe rrjetet Absolutisht, ja, sociale që hapësira s'mund që t'i janë. ndalish kurse si. Bukur. Miranda, Po, a ke parjetu edhe ti gjatë karrierës tane më herët njerëz që kanë pas inati, or që kanë dash me të bëu diçka, domethënë të keq gjatë karrierës tanë, se sot është shumë haptas, domethënë disi ratin në rrjetet sociale. Fatmirësisht, unë gjithmonë i kom zgjedh bashkëpunëtor të marrash, edhe fatin e kom pas të mirë që kom pas gjithmonë do me thonë bashkëpunime me njerëz që kanë lënë gjurmë në kulturën tonë, në përgjithësi. Sa i përket kolegëve, unë gjithmonë kam kalu mirë me të gjithë, sepse komenduj që skena është ajo që na përcakton, na identifikon edhe çado që kemi, duhet t'i themi kur ngjitemi në skenë atje, dhe unë të gjitha që kam pas t'i them edhe me kolegë edhe me të gjithë, përveç shoqënisë që kemi vazhdu prapa skenës, unë me të gjithë kom qenë mike, vazhdoj t'je mike, pak janë ata që ndoshta ndonjëherë ka qenë ai keq kuptim, po që jo. Në shumicë eksperiencë pozitive. Unë inate nuk kam pas kur, sepse e kam ditë t'ja zgjati dorën gjithë kujt që ka meritu. Se në showbiz ka herë ka shumë. Mëre ju Unë përpëllohi kur ka s'jam- herë, unë ftoj kur s'jam- ndasëm, shumë ftoj ndasëm. Jo, unë e shqyqyr nuk jam përfshi asnjëherë në kësi. S'kam shku asnjëherë virale kështu për gjana. Tashi ju pak e përsak që jeni. Jo shumë e përlum, po flasim për pak e përsak Miranda. A ka xhelozi mes jush që jeni pak e përsak? As pak nuk ka. Mendoj ka na jeme, nuk e di unë, po të paktën ata dihen, do me thonë se edhe ata shumë merren portalet me të tillët, po në përgjithësi jemi gjithë të mirë dhe ne kemi ditë ta respektojmë njëri tjetrin, edhe vazhdojmë ta respektojmë. Në krahasim me këta të tjerët që vinë, mu ndodh zakonisht në fund vit kur I kemi xhirimet në për televizione të ndryshme apo produksione, dhe tash I futesh ti në garderob aty ku ma përpara ke hy dhe kur ke hy mrena I ke përshëndet gjithë ata që mrena, sot sidomos të rit, futesh as përshëndetin, as do me thonë, po mungon ai respekti që ka qenë ma herë. Edhe në arogancë. Po, ka dhe të tillë, kush jam une për shembull, edhin, mendojnë kush jam une. Kush do I zëvendësoj këto pak e përsak? A ka... Jo, ka talent tri A që mundesh me vinë, tregu fëmijët disa edukum, vetëm talente të fatkeqësia lutem? është. Disa talente që sot ti mendon që janë zëvendësues të këtyre pak e përsak. Ka sa të dush, ka. Me thuj disa që ta din paktën që është më vlerë tamam. Rini që janë sot që kanë marrë në hapatuj. Po është për shembull Saranda, këngëtarja e Prizrenit. Është Majlinda Cikaçi, është Albina Kelmendi, mo që bani edhe bujë të madhe.
Prej këtyne modernëve është Ylli Limani për shembull që Ylli ka tekstet e mira realisht. shumë të Ai ka mira i këngë të bukura. Shumë këngë të bukura i ka. Është Neki Emra, ka këngëtar. Absolutisht. Po, domethënë nuk ngelet e strada po këngëtar. Jo, gjithmonë ka të mirë. Bukur. Ka akoma lama të ri që kanë bu ka 2-3 këngë, po fatkeqësisht nuk mund të depërtojnë sepse nga që këta të fortit edhe financiarisht nuk mujnë t'i bëjnë ball atyre dhe rrinsin në hije, po që unë mendoj të vazhdojnë të punojnë sepse nuk dihet kur të vjen dita për dal gjithat mund që japin ata këngëtar të ri. Absolutisht. Për shembull është Bulza Havolli, një këngëtare shumë e mirë e Prishtinës që vetëm në përjetës sociale. Po si ka mundësi që këto që jetu mi përmend deri tash i kënojnë shumë mirë pun Bulza Havolli, këto që jetu mi përmend ose paka shumë Prizreni që theti Saranda. A i njefti mërash? Saranda tash është ideja këngëtare është, janë, ansamblit. a disa mëdhimsen, janë këngëtarë Ansamblit. shumë mirë që s'kan një emër që mundën më thonë po e njoh. Ku është problemi këtu se këtu po kënojnë, një vend njerëz që kënojnë playback, një vend njerëz që s'din me kënu realisht live. E vërtet është. A është zëtësi e këtyne që po kënojnë playback dhe s'din me kënu, apo është mangësia atyne që din me kënu, po nuk e bëjnë marketingun e duhur, pra ka diçka këtu se realisht të emra që mi përmene ti nuk i njofta, përveç Albina Kelmendit që e njof, edhe kam thënë tjetër, nuk e di, Miki Emra, Niki Emra, ideali që e kom pa nisënisht vazhdimisht që shkon në përfesa dhe e njof, a mo këtë tjerë Saranda. Është Gentian Gojani, janë një grup të rish të Gjakovës për shembull që e kultivojnë, janë komplet, do me thamë 15 deri në 18 vjeçar janë që e kultivojnë. A ju e për hapësirë nëpër media këtyre këngëtarëve? Dalin, e? Po, dalin. Ah, okay. Jo të sa duhet, po dalin. Okej, jo mëdhimsen. Në qoftë se janë, se unë të besoj ty, unë e di se ti e kupton shumë mirë se kush është një këngëtar i mirë. Edhe do doja që këta njerëz që kanë vërtet reportor talent me pas derën e hapur gjithmonë, jo vetëm te ne, po të gjitha mediat. Kjo është ideja. Po. Se jo më i thonë se dikush gjigant është, televizionet emisionet janë bo pak, japin hapësirë vetëm njerëzve që mendojnë që shkojnë viral me të, apo mendojnë që përfitojnë për emrin e tij. Unë s'kisha dash kurrë me ftu dikon në emisionin tim për me përfitu për emrin e tij. Në qoftë se unë nuk mundem me bë punën time, emisionin tim me hec prej vetës dhe prej çka bëjmë ne këtu, nuk du me përfitu prej kërkujnë botë. Kjo është ideja. E nuk jepet hapësirë disa njerëzve që s'kan emër, po dinë me kënukën shumë mirë, kanë talent shumë madh. Gjithçka për klikime. Po gjithçka është kjo është ideja. Ne kemi shku viral me i fjalë, pa bë skandal, para mendon me bë skandale çka bëhet gjithë. Folim pak për biografinë tënë. E lindur në Francë. Që ajo më duk edhe mua. Paris ke lindur. Kem të dy të njëjtën mendim. E lindur në Francë. Na shpjego pak Miranda këtë pjesë. Unë e lindur në Francë, rritur në Shkup. Apo rastisht? Jo, printemi kanë jetuar një kohë të shkurtë në Paris dhe kur motra ime madhja Teuta i ka bërë 6 vjet, babi s'ka dash me na rrit në Paris, po ka dash me na rrit në frymë shqiptare dhe është kthy në Shkup. I vetmi do me thonë, sepse gjyshi me xhaxhallarët e mi kanë vazhdu me jetu në Francë dhe pastaj kemi qenë 4 fëmijë kur është kthy babi, edhe pastaj janë edhe 2 të tjerë, edhe Admiri me Lindën, kështu që kjo është ajo rastësia që kam lind në Paris. Vetëm kam lind, jam rrit në Shkup, edhe shkollën fillore kam mbaru në Shkup, të mesmen në Tetov, edhe fakultetin Tetov kam mbaru. Kom qenë antare shoqërive kulturartistike, fillimisht Ive Palikuqi, sepse kanë qenë këto 2 vatra ku ne shqiptarët e Shkupit kemi mund të shprehim talentin ton, sepse shtëpia e pionerit edhe ajo kori i qytetit për fëmijë ka qenë e mbyllur për fëmijët shqiptar. Aty, edhe pse kom kalu 2 herë audicionet unë dhe më kanë thënë shkon shtëpi se të thrasim dhe nuk më kanë thirrë asnjëherë, edhe i vetmi vend ku unë kom mujt me këndu këngën ka qenë shoqëria Ibe Palikuqi fillimisht, pastaj kom kalu në Emendurak,
kemi pas shumë koncerte, emisione të ndryshme, dhe si 10 vjeçare futem në studio për herë të parë. Ka qenë emisioni viti 3. Edhe Ke pastaj kënduar dikun një këngë vite- si 10 vjeçare. po, A e man men atë këngë? po, E man men? po. A mund? Vjersat mundesh oj lumbora, s'mënër hunda, s'mënër dora, vjersat mundesh fjolla, fjolla, se s'mën dalti do të nga shkolla. Ka qenë. Interesant. Interesant pas shumë vitesh, më mbajt mend. Do më thanë, diskriminim u kanë në atë kohë Po, ndaj shqiptarëve, ka dhe u qenë. kanë shumë vështirë. Me të Po, vërtetë. pastaj nëse ke dash të futesh në shkollën e ulët muzikës, gjithashtu i ke pas dyrët e mbyllura, tash drejt për drejt jo, po ose kanë pranu 1 ose 2 nxans, ose asnjë, ka pas gjenata që s'kan pas asnjë nxans. Ata fëmijë që janë pranu kanë qenë fëmijë të dikujt të funksioneve të atërshme, për ndryshe. E ti veç me talent fatmirësi- ki arrit. Po, unë veç me talentin tim, edhe fatin e kom pas që bashkëpunëtorët e mi prej fillimit i kom zgjedh më të mirët që të Të arrit ku vazhdosh jam sot. karrierën po. ku ke vazhdu deri sot. Dy Bravo. albumet e mia të para i kam ba në Tiranë, do të thënë prej Shkupit kam shkuar në Tiranë. Edhe pastaj të tretin në Prishtinë, kom vazhdu bashkëpunimet e ndryshme në për festivale, emisione, edhe atëherë kur jam shkëput prej shoqënive, ansambleve. të Kush është Shkupit. këngëtarja më e mirë përveç Miranda Ashanit në stradë sot që ti e në gjën me qef? Po tash janë shumë. Tash Ja, unë po do me mba viral prapa, po. Jo, ideja është kush është një këngëtare që ti sot e kishe një gju apo e një gjën me qef në makinën tënde, përveç vetes. Jo, vetën nuk e ndëgjoj, guat. Se në gjën asnjëherë Ja, vetën. Pse jo? s'ndëgjoj. Vetën e ndëgjoj vetëm atëherë kur e bëj një këngë të re, e ndëgjoj nëse më duhet me përmirësu diçka, për ndryshe, Veten se një gjën jo, asnjëherë? jo, se ndëgjoj. Shumë interesant. Jo. E ndëgjoj, a e din kur? Kur shkoj dikun edhe i vejnë këngët e mia. Okej. Do më thonë prej vetës nuk e lëshën këngën tonë. Jo, jo, asnjëherë. E Jo. pse Këtë gjën, ashtu? cilën koleget Jo, kryesisht unë ndëgjoj muzikë ambientale, mundësisht ose nga që çdo fundjavë gati unë jam dikun dhe këndoj dhe dua me m'pushu veshi me muzikë qetë, kështu që po di edhe fare mos ndëgjoj muzikë. E çfarë ndjenje ki nëse ndëgjoni këngën tanë? Nuk të pëlqen Jo më pëlqen, si jo. E pse se një gjën, mos i të pëlqen? edhe me krenari me ndëgjun ashtu? Jo, Jo? jo, ato jo. Jo se ndëgjoj ashtu. Cilën shoqe e një gjën, pra? Cilën kolege e një gjën në qoftë se s'ni gjën vetën? Këngë të kuja një gjën makinën tënde? Jo, në makinën teme nuk ndëgjoj, zakonisht Të shtëpia, po. dikun ku dëgjon muzikë ti që Me kënaqësi e ndëgjoj për shembull Hafsa Zyberi, e ndëgjoj Emina Asimin, e ndëgjoj Fitnet e Rexhën, Vaçe Zelën, këngët e Nexhmijës, do të thonë unë zakonisht i ndëgjoj sepse shumë i kam përshpir këngët e vjetra, serenatat, kështu që kjo është që ndëgjoj ma shumë. Sipas teje, kush është numër 1 i historisë shqiptare për muzikë? Prej të kalumes, unë mendoj që është Vaçe Zela dhe Nexhmije Pagarusha. Bot e 2 këngëtarëve që nuk besoj se do të vinë ndonjëherë zona të tillë në skenën shqiptare. Pastaj është Merita Alilit, që ne kom dëgju shumë, Parashevi Simakun, Irma Libovën, Emina Asimi të Kosovës, e shumë të tjerë. Selami Kolonjan e ndëgjoj me kënaqësi, Shkëllëzënje Tishin, janë këta këngëtarë që ndoshta edhe kom nis karrierën me këngët e tyne, edhe gjithmonë më ka pëlqyer kënga e vjetër. ai njeh personalisht të gjithë këta këngëtarë që sot janë
gjenerata jotja që janë në treg. A i njeh personalisht? Po, I njeh gjithë. shumicën i njoh. Po, Të më të vjetrit, këta të rit, jo Po, edhe pra. shumë pa. Po, më të vjetrit. Do shta dhe s'na lidh. Gjatë gjithë kësaj karriere, Miranda, kam dëshirë me ditë shumë vite karrierë, shumë vite punë, shumë vite festivale, bashkë me këta kolegë tu. A ka shoqni Miranda me dikon sot përveç punës, shoqe, shok, mik të stradës që diskuton me të, fol me të, qanë hale me të, apo qanë me ty? Po. Për shembull, Shkurt e Fejzën e kam pas gjithmonë si nandë në estradë. Do me thonë që do që kam pas, e kam da me te, sepse në karrierë komedës vetë, do me thonë s'ka qenë as babi, as nana, si që i shifsha me këngëtare tjera që vinë të o buri, o nana, o baba, o motra, o vlau, unë kam me vetë në karrierë, dhe normal që ku s'kam qenë e sigurt për diçka, e kom konsultu Shkurtën, Ilisha Qirin, një kohë. Mi për mene edhe Shkurtën dhe Ilirën du të me lujtë prej venit, se për që ty kam respekt, Shumë. edhe i du shumë, shumë i përshëndes të dy. Pastaj kur bëj këngë të rej, shumë konsultohem me Nekimën, sepse me Nekin kemi një bashkëpunim, kështu kemi pas disa albume bashkë emisione. Normal që me grupet që kom bashkëpunu, si që është Korona dhe profesorin Valton Beqirin, gjithmonë jam konsultu edhe me ta drisa kemi bashkëpunu për këngë të reja, me grupin Yjet, në Ndheqja atër të Afrimat Culës, gjithmonë edhe përfundimisht pastaj një kohë gjatë kom bashkëpunu me grupin Skofjarët Gjakovës, ndoshta mbi 20 vite jam edhe antare ati grupi, cilë kultivojnë sidomos këngën e lehtë, janë shumë të veçantë, me udhëheqësin Ruzisa Dikun, edhe në skena zakonisht vitet e fundit kemi qenë bashkë, edhe kështu që gjithmonë kom pas me kënd të konsultohem, jo vetëm për karrierë, po njeriu ndonjëherë edhe privatisht gjen mbështetje, edhe kështu që me çdo kënd i kom pas shoqnit e pastra, të hapura, jo mundu ata që më janë drejtu mi u ndihmu, aq sa ka mund, ndoshta ndonjëherë edhe kom lanë vetën keq për t'i dalë ndihmë edhe krah dikujt tjetër. A i ke realizu krejt andrat gjatë karrierës tane për në muzikë, apo ka metë edhe diçka që do marrit në të ardhmen? Marash, unë deri sot jam e përmbushur me gjithçka, deri para disa viteve, unë edhe mentori 12 vite kemi bën luftë për me pas një fëmijë, edhe atë kur na ka ardhur një doni dhe pastaj edhe deti neve, kjo do me thonë ka përmbush një, kështu që vetëm doj Zotit kemi shnet, edhe fuqi për të dhanë më të mirën për ndoshta për veten, për shoqnin, edhe të mundohemi çka është më e mira për t'i dhënë kësaj shoqënie edhe të ardhmes fëmijëve tanë. Kur Miranda Ashanit heqi dorë nga muzika, dash Zoti nuk heq asnjëherë derisa të kesh hymër i jetë. Mirë, po më moment keme thonë u lodha tash boll se mjafton kaq. A do një ngjohet në herë mbi emri Ashani prej dikujt tjetër? A e tu trashëgu dikun këtë talent tondin? A ka më na dal dikush Ashan mos më uharu ky mbi emër si në skenë apo jo? Për momentin jam vetëm unë. Si dihet? Djemt? Djemt janë të orientuar ka babi vetë, ma shumë janë me futboll. Me futboll. Pse janë djemt, këndojnë shumë bukur, po që e shoh që nuk duan të merren me nuk duan të jenë fytyra publike. Nuk kanë dëshirë të jenë fytyra publike. Jo. Okej. Nëse bëhen sukses në futboll atëherë s'kan çore. S'kan çore pastaj po fytyra publike. Ndoshta ajo në ekip e din edhe do t'i kursem pak për asaj paraqitjes drejt për drejt. Dhe Miranda, sot ftohesh ka mos për shof aktive, në për restorantet ndryshme, lokalet ndryshme, po ja bëjmë një reklam pa tjetër Kulaqinos në Prishtinë, se unë jam klient kur shkoj në Prishtinë, Kulaqino shkoj vazhdimisht.
po janë disa vende ku zakonisht unë jam. Në shumë vende të shoh Po, aktive. Jo vetëm Prishtinë, në çdo qytet shqiptar unë jam aktive. Tashi kohët e fundit më vjen shumë mirë që njerëzit në diasporë e din që unë jetoj edhe këtu dhe kam shumë oferta edhe për të këndu edhe jashtë trojve shqiptare. Që sa ka jeton në Gjermani ose në diasporë, ke jetu edhe në tjera vende vetëm në Gjermani? Po, një kohë gjatë, në fakt, derisa mentori ka lozë futboll, ka qenë në 9 ekipe të ndryshme me vite, dhe kemi ndru shumë qytete në Gjermani, ajo e fundit ka qenë në Berlin, dhe ne gati 18 vite kemi qenë atje. Në Berlin? Po, dhe tashi ka pak kohë që jemi transferu në lorat të Gjermanisë. Ku të ka pëlqyer më shumë ti për këtë vendeve që ke jetu deri tash? Berlini ka qenë qytet shumë i mirë edhe Leipzig, si qytete po të flas, po mundësia për mu si këngëtare ishte shumë e vogël, sepse Gjermania është shumë e madhe dhe komunitetet shqiptare në Gjermani janë shumë shpërndame dhe kjo që tash jam afru më afër Zvicrës, po më pëlqen më shumë sepse komunitetet shqiptare në Zvicër janë shumë afër njëna tjetrës dhe mundësitë janë më të mëdha, se përndryshe derisa jetojsha në Berlin, duheshte gati çdo fundjavë të shkoj në Prishtinë, Shkup, Tiranë për të zhvilluar aktivitetet. Domethënë Zvicra ka paku, nishi. Pa. Tash për tash po. Shqiptarët e Zvicrës gjikon ma falni ju Gjermanisë, a? U kërkojmë falje ju shqiptarëve të Gjermanisë. Sa shteti më i vogël këtu, duket si mu kanë. Po bravo, kërkojmë falje. Gjitha shtetit. Edhe pse Lorau kohën e fundit është gjallëru shumë. Po shqiptarët e Zvicrës e gjallërojnë ata, e din? Edhe Gjermanisë tash tu dal në mbrojtje on pak. Në jug Gjermanisë në përgjithësi duket ka më shumë si shqiptarë. Edhe të Francës, besa se është kufi aty, ai treshi i famshëm. Absolutisht. Je të prodhu këngë të reja tash më? Po, tashi në fundjavë shkoj në Shkup, në studio ku do të realizoj 10 këngë të reja, një album, edhe e kam banë bashkë me Avni Qailin, i cili kohët e fundit i bën kryesisht tekstet e këngëve të mia. Kemi bën një këngë për Shkupin, edhe tashi do ta bëjmë me videoklip, dhe ajo që çdo fundjavë mua më gjen në Prishtinë, do të performoj në 2 lokale. Okej. Bukur. Edhe ajo e përfundoj me Shkupin edhe pastaj drejt prej mbrëmjes në Shumë kam dëshirë me ditë. Prishtina Tiket ishte apo? Prishtina Tiket vendin e parë Miranda Ashani gjithmonë. Ulzën e parë në aeroplan veç mos e futi me pilotin se po shkretën ai preka të butonat e ka. S'ka gjë, edhe mos me qenë vendin e parë. Ja, në vendin e parë me Prishtina Tiket zguzon ndryshe. Në Shkup, në Tiranë, në Prishtinë, në Lora apo në Zvicër. Edhe në Preshevën mos ta harrojmë. Edhe Ulqinin. Po, ama po. Për të jetuar ke fjalën. Tash ku ndihesh më rahat? Në gjitha vendet. Në Shkup, në Kudo Tiranë, që në shkoj Prishtinë. markat shumë dashuri, ndoshta edhe që jap dashuri, kështu që çdo kund ndjem shumë mirë. A ndodh shpesh që të folin rrugës shqiptarët edhe që të njohin? Po në përgjithësi, po mas shpeshti më ndodh në Tiranë. Në Tiranë më shumë? Në Tiranë mas shpeshti më ndodh, nuk e di pse. Në Tiranë për shembull ndoshta nuk hezitojnë, ata vinë në Kosovë mendojnë që mos po na pengojnë ose edin mundohen me na rujt atë privatësinë, po që mua mbahet shefi, ja iq më larg dje në Ciri ishim me disa miq në një lokal, më erdhën 2 vajza të vogla, edhe më tha, jeti Miranda Ashani, unë thash po. Shumë më pëlqejnë ta këngët e tuaja, se dia i kishte 7-8 vjeçe ishte. Buna e kishte emrin, Buna. Gjë bukur. Prandaj mos më lini vet. Folni çka ju bjen në mend. Folni çka ju bjen në mend. Mund të flasim për çka do. Mund të flisni për çka do. Vetëm për ata jo. Ha, shumë bukur. Çka do na këndosh diçka tjetër a kapela, diçka të bukur Miranda. E do të rrej të vjetësh? Ja 8 vjetrat jam. Unë shkoj me unë futnet e plesht. S'pas ke pas një
pik mëshire, qysh pësova unë kësisoj, gjanë mi aman, qysh pësova unë kësisoj. Bravo. Unë e dalë prej pleqve tash e fut në të rritë. Se të dy janë shkoj unë, hinë dhe këti edhe nej. Nëse e bëna ambientin që thejë ti edhe pra ne, të dyja kam venun. I kom tre. Edhe hurjam, këmbët s'më mbajnë, po më mundon një dashuri, tash për çdo natë piraki edhe ven, gjithë kënë që helmojnë, e mu po më ngushllojnë, ti mundesh me shpëtu, të lutem më ndihmo, si jetën ma helmoj, ky sharap, sharap. Bravo. Bravo. Mos u largo, po të lutem shumë. Dikur ti më lutje mua, tash të lutem unë. Mos u largo, po të lutem shumë. Dikur ti më lutje mua, tash të lutem unë. O, gjuj be! Pa! Bravo. Përsta shnytë, dhe ka niks! Etë knofë zemra Miranda. Faleminderit, O, që ma inshallah. ndimove, marashtis na ndimove. Se njo Bilem zonin e dytë. Tu man kuqe, Moj Moj bel holë, ma bon mesi, ma bon me dorë. Tu man kuqe, moj bel holë, ma bon mesi, ma bon me dorë. Ma bon mesi, ma bon me dorë, të preti djali në obor. Bravo. Jonas, disa aplausi seri interesant, Po bro. ti ka ma shumë këngë si shumë këngëtar? Pa Ka shënonin repertuar. me dashtur më uftof dhe këngëtarëve që kënojnë live, ja uftofi. Po për A, që zotin. s'kënojnë live, me Po, playback. Po me playback. Unë me dash Mirand, vështut në që më bojna shumë i famshëm se isha po. Po janë ba shumë playback se kohët e fundit po m'dodh, që s'm ka ndodh kur, kur më thirin për me performu dikon, mësus performua është Shqip. Performu nuk është shqip, realisht. Me paraqitje të këmë, dhe performimi që ka paraqitje. Paraqitje. Është korrekt, është korrekt. Paraqitje, performimi. Qe. E fort ishte kjo. Po. Do me thonë, paraqitje është performimi. Po më thojnë, vetëm edhe një pyetje e kom i randë. Po, a kënon live a playback? Po thomë, qysh playback? Unë jam e njohur që gjithmonë kënoj live. Po. As playback rall, ndoj emision ose ka qenë ai koncert shumë i madh që s'kan arrit orkestri me përgatit këngën, se për ndryshe, ose festival ku s'ka pas orkestër, playback kemi shku. Po për ndryshe krejt jetën unë kënoj live. Okej, kam qenë natë një iftum një vend edhe një këngëtar që kishte ardhur për të mua live. 3-4 këngë e kam kap unë, se është shumë vështirë me kap. 3-4 këngë i ka fut playback. Dhe si që është ai tipi, se dhe ai e kapi në fakt, ai e kapi para meje. Altin edhe fatkeqësia është që në këtë pjesë publiku shqiptar nuk i kushton rëndësi. Nuk e kushton, Po, nuk nuk e e di kuptojnë se realisht është bën një mix shash i bukur, me mikrofon mundesh me lëshu lën audion hapur, playbacku shkon edhe pak e zgjatë, kështu një fjalë, me të bërtit me edhe s'merret gjë vesh ai live apo playback. Koncerte për shembull të këngëtarëve të huaj që kam shku, për shembull Gjermanit apo Zvicranit, s'mundesh ti me iknu playback, nuk mund ta gënjesh atë publik. Absolutisht. Se playbacku ti po e gënjen publikun. A do e Po e kallim mashtron. për vitri, do ta kallim dikun patjetër se po. Pa diskutim. Pa diskutim që do ta kallim për Festat e vitri. nëntorit i kemi njerë neve kështu. Nëntorit, po, Nëntorit, 2 javë para, 2 javë mrapa dhe taman 28 nëntori dhe fillon dhjetori është komplet fest. Se për shembull në Kosovë, në Maqedoni, është krejt dhjetori festojnë se kompanitë e ndryshme naftojnë Absolutisht. për t'ju knu. Me vëllezërit Italiu, a keni një bashkëpunim? Si jo, po unë jam rrit me ta, unë Mirë, i kam po, komshi. Shumë janë të Unë i mirë. kam shumë janë të mirë. Shumë janë të mirë, shumë i duhet Shumë. ata.
A i ke pas në emision? Po si jo, më ka ngel, afrimin e kam pas 2 herë, s'ka mujt me ftu Beqëna? Beqa më ka me të parë asë herës. A Beqa duhet me arë se shumë mirë të kish, se është, a i e ka, përveç që këndon shumë bukur, a i e ka një humor të paparë, do me thanë. Eftojmë. Beq, me Prishtina ti ketë drejtë në syrit që kam, mos të rinë. Çfarë këshillë ki për këtë artistët e ri që dojnë me arrit me pas një karrierë aq të gatë si ti për shembull? E para me qenë serioz, me zgjedh bashkëpunëtor të mirë, me zgjedh tekstin e mirë, me mesazh të mirë, dhe kur dalin para publikut, të dalin me ftyrë përballë tyre, e jo si do tjera, sidomos këngëtare që del në skenë dhe ja kthen shpinën. Mendoj ajo mas pari nuk është kulturë. Është vërtet. Publikun e ki kuj po i këndon përpara DJ-t. E po është Edhe playback knojnë, do me thanë, edhe e degenerojnë atë masë që është mrapa. mjet klientele kjo pjesë. Miranda, si du të me këndu sot, që me ngel disa këngë të sotshme, që realisht ka ndoshta sot që ka disa këngë të pavdekshme pra. Si që janë kjo, prandaj mos me lini veç që nuk vdes kur. Pra shumë këngë tjerë të Mankuqja, këngë të Vaçëzeles edhe të Nexhmijes. Këngë të Elita 5. Elita 5, nuk vdesin kur. Sot pse po bëhet kaq komerciale muzika, nuk po ngelin pra, nuk është që po ngelin. Janë ba shumë këngë, do me thanë, publiku nuk po mund me, do me thanë, qaq numër të matë të këngëve për me thith, e kuptan? Për para, tashi, une se po mendoj njerëz që jam kundër unë që po dalin, po vinë këngëtar tjerë. Jo, nuk jam kundër le të vinë plot të tjerë. Po të vinë kontribojnë, jo me prish. Të vjen një kualitet, Po bra. një kualitet që ta edukojnë këtë masë, sidomos është e rëndësishme për fëmijët e diasporës. Une se fëmijët andej edhe në për shkolla flasin e mësojnë shqip, apo kupton, për fëmijët e diasporës që janë shumë, t'ju servojmë gjana të mira, t'ju servojmë këngë të bukura, do me thonë t'i trashëgojmë vlerën mes nesh. A ki menu njerë për inteligencën artificiale, ka programe që mujnë me prodhu këngë do këtë si mu kanë për një me njeri që kënon, ose që ka prodhu? Po, por si kur atë këngë duhet del me e këndu, si inteligencën artificiale. A kënon ministra, djela e kënon, s'ka lidhje. Po djela si do del djela në skenë. Ne po prodhojmë ministras, po prodhojmë këngë. A beson që Këtu është problemi. a je pesimiste që ka me pas një ndikim negativ në muzikë në të ardhmen, këtë tek zhvillimi teknologjisë? Po jo Mara, se po më duket për pak përqind nuk janë ata të saktë dhe kështu që gjithçka është e vlefshme, se pak nuk jam shumë e informume, po unë e di që përderisa ti kërkon një mendim dhe ai ta jep mendimin sakt ose drejt shkrim ose pa marrë parasysh çka, unë e mendoj nëse del diçka e sakt edhe për inteligjencës artificiale, mirë se art. Vetëm atë këngëtare ose atë këngëtar që ka me këndu, që thot djela, si do dalë në skenë djela, ose do ta improvizojnë. Djela në Lëshan e Dirama prej parlamentit. Miranda, i kom një 4-5 pyetje që duhet me zgjedhë vetëm njërën nga këto dyja. Ke një alternativë, nuk ke 2 alternativa. Është vetëm një alternativë. Po e marrë me që të kuqen që shtu, është marrë po, ta është shpirë. Shumë e duqet logën tona, shumë e kena për qefi. Atëherë, Miranda, çfarë zgjedh ti? Ti si person. S'ka lidhje kjo me muzikën, kjo është më tepër një pyetësor. Një mik që harron borxhin, pra i ke dhënë dikuj borxh edhe ka harru, apo një mik që ta harron emrin? Cilin me harru? Këtë kishe zgjedhur, një mik që harron borxhin, që ta ka borxh, Jo borxhin. apo një mik që ta harron emrin? Jo borxhin, jo emrin, çu shumë marru emrin. Edhe ja pyetja. Janë e ke një alternativë ke për zgjedhur njërin. A ke dëshirë një mik që ti ka do parë borxh por ka harrue? Pra, a ke qef me pas që si miku, apo ke qef me pas një që si miku që u sta di emrin? Jo, Tash. të dytën.
Domethënë, Të dytën. ke dëshirë me pas një Ai mik. borxhin që jo emnin qysh me marru, miku s'ta harron emnin. Okej, pra ti ke dëshirë për një mik që harron borxhin, jo emrin. Po, Bukur. Borxhin s'ke nevojë me ta kthy edhe pse. Jo. Okej, veç emrin mos më ta harru. po emnin mos i marr. Bukur. Më mirë një komshi që këndon çdo mëngjes, një komshi që këndon çdo mëngjes, po me zon, çdo mëngjes, apo një komshi që gatun çdo natë qep, edhe vjen era qep, këtë lagjës apo dhomë. Varet a kënon bukur ai. Ai me zon, ta Nëse kënon bukur ma mirë kongën e kisha dorë se herën e qepës. Më mirë kongën se sa herën e qepës. Po. Okej, bukur. Çka zgjedh Miranda? Me dal me shokët e fëmirisë apo me qëndru në shtëpi duke parë Netflix? Me shokët e fëmirisë. Me shokët e fëmirisë. Netflixin e kam shtëpi, prap. Më mirë të thrasin njerëzit bose, pra gjigande, por pa para, apo të thrasin e varfër, por t'i ke lek mjaft. Ti ngelet? Ti ke mjaft pasuri, ke mjaft lek. Pra të më thonë, a më mirë me të thirë bose, por nuk ke, pra me edit njerëzit që ti e bose, edhe me rezatu si bose, por nuk ke asi gjo, apo me rezatu si e varfër, por realisht ti ke punet shumë mirë. E varfër edhe i kam punë shumë mirë. Okej. Më mirë me u ngrit çdo mëngjes në orën 5 të mëngjesit, apo me shku çdo natë në gjumë në orën 5 të mëngjesit. Jo, ma mirë është mu zgjuar në 5 mëngjesit, po që neve artistëve na gjenë edhe mëngjesi ndonjëherë zgjuar. Okej. Sepse ke këndu dikun edhe kthej mëngjesit Absolutisht. tap rrugës Amo, tu kthi. pyetja Po është, jo, a më mirë mu bo praktik çdo ditë ke detyrueshme mu zgju në 5 mëngjesit? ma mirë është mu zgjuar. 5 mëngjesit. Kur zgjohesh herët, thojnë dy fate i merr. Po, edhe komunia ne kamana Dugaxhinit thonë vjen na faka. Po dy nafaka i merr. Kur zgjohesh herët, dy nafaka i merr. E kam një nip palushin në Gjakov, edhe ai e hapat sokakun, më tha e hapa, do të më hap sa më herët sokakun derën, se vjen Që na me t'hyr, foka, po. në ditë kishin ardhur hajnë atë kishin sa në pavirë se kishin lanë. Në vend na fokës. Më mirë zgjedh një batanie të shkurtër, pra një batanie të shkurtër që stimulon këmbët, apo një stek të madh që që s'ndihesh rehat. Jo një batanie, ma mirë. Se m'leo të thuj diçka. Po m'ledh na po, diqysh, edhe komt i fus mrena. Okej, më mirë me pas qelsat gjithmonë duke i humbur, pra qelsat e makinës që të humbin gjithmonë, apo me pas gjithmonë telefonin pa bateri. Jo be telefonin ma mirë pa bateri, se pa qelsa mas ne qysh me mri dikon. Ama ti i gjan, po vazhdimisht humbin qelsat. Jo së më hupin fat. Okej, jo, pyetjes. Çfarë zgjedh Miranda? Me ngel pa Wi-Fi apo val interneti në shtëpi, apo pa ngrohje në dimër? Pa Wi-Fi, unë s'jom shumë edhe për Wi-Fi. Si e për Ja, internet ja. shumë. Okej, bukur. Mu Më mirë me ta harru shoqëria emrin apo me ta harru ditëlindjen? Ditëlindjen ma mirë se emnin shoqënia mas ne qysh me ta harru emnin. Ose miqësia që ke në fillim. E bukur. Kjo ishte ajo. Kjo ishte pyetja. Njerën frigove kur thaje do pyetje se në Kosovë po di me apo do pyetje. Ja, nuk futen. Ja, ne jena emision familjar o Po, Miranda. t'lutem, Ne shikojemi, t'lutem. ti ka drejt me na pa emisionin edhe djem tu. Bile një gazetar njere, na i kishte ba do pyetje, edhe kur erdha në emision, më tha Miran, tha, ti kom dru në pyetje, tha se i thash, a je normal ti, kujna do me ja parashtru këto pyetje? Ja, ne fatmirësisht kemi inteligjencën edhe artificiale, po edhe natyrale që Po. na funksionon shumë mirë, Po. edhe dim ku me prek, ku mos me prek. Edhe tham prej fillimit që ne jemi viral duke qenë prania jonë këtu, edhe juaja dhe kolegut. Ju përgëzoj shumë. Nuk kena nevojë na me bo skandale apo gjona për me shku viral. Mos pa qikur, Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Miranda. faleminderit edhe juve.
Është një kënaqësi sot që të pata në Folship Show. Edhe do ta lëm me kash tash, masi të kena mësuar vendin ku jeton e ku je, vazhdimisht do jesh pjesë e Folship Show. Je pjesë e familjes tonë. Nëse keni mesazh për ta dhënë këtu për miliona të sushaur, mund ta japësh. Faleminderit për të gjithë ata që më kanë mbështetur deri sot, vazhdojnë të mbështesin. Unë do të mundohem mos t'i zhgënjej kurrë. Edhe faleminderit që më keni majtë gjallë për kaq vite në skenë, publiku im i dashur, ju dua fort. Shumë faleminderit edhe ty, edhe që jemi në misione tjera. Faleminderit shumë Altin. Big up on the Duart Rogitje von Jonas.